Dikush është thellësisht i dashuruar me ty tani dhe është gjithçka për shkak të asaj që ke bërë. Duhet të shikosh këtë para se të jetë tepër vonë për ta kuptuar. Ky mesazh nuk të ka ardhur rastësisht ose për shkak të ndonjë rasti të pastër. Nuk është thjesht një mënyrë dramatike për të filluar një video. Ka një arsye të vërtetë pse u tërhoqe nga ato fjalë specifike. Ka një arsye pse mendja jote u ngadalsua mjaftueshëm për të qëndruar këtu dhe për të dëgjuar. Diçka thellë brenda teje pëshpëriti që duhet ta lexosh këtë. Është sepse dikush shumë real, dikush që e njeh ose që ke njohur, po kalon një kohë shumë të vështirë tani. Ata luftojnë specifikisht për shkak të teje. Nuk është sepse po vrapon pas tyre. Nuk është sepse ke kërkuar kohë prej tyre dhe nuk është sepse ke kërkuar që ata të japin përgjigje ose një angazhim. Është sepse ke ndaluar së bëri diçka që ata mendonin se do ta bëje gjithmonë për ta. Dhe ky ndryshim i vetëm e ktheu tërë botën e saj përmbys. Mirë se erdhe në Psycholenz. Të lutem, kujtohu të abonohesh dhe të aktivizosh zilën që të mund të shohësh çdo video, sepse çdo njëra ka fuqinë për të ndryshuar mënyrën si mendon. Le të fillojmë këtë bisedë qetësisht. Ka pasur një moment të caktuar në jetën tënde kur ke marrë vendimin për ta vendosur veten në radhë të parë. Ndoshta nuk ka qenë një moment i zhurmshëm. Ndoshta nuk ka qenë as pak dramatik. Nuk ke bërë një njoftim të madh. Nuk ke dhënë një fjalim të fundit dhe nuk ke bërë një deklaratë të gjallë. Ishte thjesht një ndryshim i heshtur në zemrën tënde. Heshtja zuri vendin ku ti dikur kishe investuar kaq shumë përpjekje. Heshtja zuri vendin ku ti dikur kishe ndier kaq shumë shqetësim. Ke ndaluar së shpjegu gjithçka në mënyrë të tepruar dhe thjesht ke ndaluar. Nuk ke ikur sepse ishe e zemëruar. Nuk ke zhdukur vetëm për t'i ndëshkuar ata. Thjesht ke ndaluar së lën veten pas për t'i kënaqur ata. Dhe në atë moment të saktë, diçka shpërtheu në ata. Ja pjesa që ata kur nuk e prisnin. Ata vërtet besonin se do të ishe gjithmonë aty për ta. Ata mendonin se do të ishe gjithmonë e kuptueshme, gjithmonë false dhe gjithmonë duke pritur. Ata mendonin se do të vazhdoje të shpresoje se ata do të zgjidhnin përfundimisht. Ata besonin se dashuria jote ishte një garanci që nuk do të largohej kurrë. Nëse dikush mendon se prania jote është një garanci, ata nuk ndihen të nevojshëm për ta mbrojtur atë. Ai nuk të bën prioritet. Ai nuk I intereson lidhja. Ai e shtyn dhe bën sikur mund të kthehet kurdo që dëshiron. Por pastaj diçka ndryshoi. Ti ke ndaluar së kujtuarja atyre se sa vlen. Ke ndaluar së shpjegu ndjenjat e tua të lënduara. Ke ndaluar së provuar se sa besnike je. Ke ndaluar së u përkulur thjesht për të mbajtur marrëdhënien gjallë. Dhe ajo heshtje u bë kaq e zhurmshme sa ata nuk mund ta injoronin. Kjo është pikërisht aty ku fillon të rritet një obsesion I thellë. Njerëzit nuk bien thellësisht në dashuri kur ndihen se kanë kontroll të plot mbi ty. Ata bien në dashuri kur kuptojnë se mund të kenë humbur ty për gjithmonë. Kur qasja e njohur në zemrën tënde zhduket dhe komoditeti që ata e morën për të mirëqenë papritmas largohet, ata panikosen. Tani, nëse e thon me zë të lartë apo jo, ky person luan çdo moment në mendjen e tij. Ata mendojnë për qeshjen tënde dhe durimin tënd. Ata kujtojnë mënyrën se si ti kujdeseshe për ta pa llogaritur se kush bëri çfarë. Ata mendojnë se si qëndrove, edhe kur do të kishte qenë shumë më e lehtë thjesht të ikje. Ata kujtojnë se si ti I shikoje vërtet ata, madje edhe pjesët që ata përpiqeshin t'i fshinin nga të tjerët. Pjesa më e keqe për ta është kjo e vërtetë e thjeshtë. Ata nuk e kuptuan vlerën tënde ndërsa ende të kishin ty. Ata nuk e vunë re derisa energjia jote ndaloi së arrituri tek ata. Ata e ndjejnë këtë humbje, edhe nëse mbeten të heshtur për të. Edhe nëse nuk të kanë dërguar një mesazh ose edhe nëse bëjnë sikur gjithçka është në rregull. Ata e ndjejnë boshllëkun. Ata mund të postojnë foto të lumtura ose të bëjnë sikur janë të zënë, por ata e ndjejnë mungesën tënde. Ti nuk ishe thjesht një person që u pëlqente. Ti ishe personi që I pa vërtet ata.
Kur dikush humbet personin që e njeh vërtet, ata nuk e humbasin thjesht marrëdhënien. Ata e humbasin personin që ishin kur ishin të dashuruar nga ty. Kjo është diçka që mendimtari i njohur Carl Jung e kuptoi. Ai tha se pesha më e madhe që një fëmijë mban është jeta që prindërit e tij nuk e jetuan. Diçka e ngjashme ndodh në dashurinë e të rriturve. Njerëzit mbajnë pjesët e fshehura të vetes së tyre në marrëdhënie. Kur ti i pe ata plotësisht, ti preke këto pjesë të fshehura. Kur ti u dorëzove, ato copa nuk kishin vend për t'u fshehur. Ke bërë diçka shumë të rrallë dhe guximshme. Nuk e ke kthyer zemrën tënde në gur. Nuk u bëre e keqe ose e ftohtë. Nuk ke provuar të hakmeresh ose ta bësh atë xheloze. Thjesht u dorëzove me dinjitetin dhe vetë respektin tënd. Ky lloj vetë respekti është si një magnet sepse dërgon një mesazh të qartë pa pasur nevojë të thuash asnjë fjalë. Ai u thot të gjithëve se ti e di se kush je, edhe nëse ata nuk e shohin ende. Kur dikush kupton se ka humbur dikë që e njeh vlerën e vet, kjo e trondit botën e tij. Tani le të shohim se çfarë po ndodh në mendjen e saj. Ata e vënë veten në dyshim përsëri e përsëri. Ata e bëjnë këtë vonë në natë ose në momentet e qeta që përpiqen t'i shmangen. Ata pyesin veten pse nuk të zgjodhen kur kishin mundësinë. Ata pyesin veten pse mendonin se do të prisje për gjithmonë. Tani gjithçka i duket pak më e zbrazët. Ata shfletojnë telefonat e tyre mobil dhe hezitojnë. Ata luajnë biseda të vjetra në mendjet e tyre. Ata pyesin veten nëse ti ke vazhduar përpara ose nëse është tepër vonë për të rregulluar gjërat. Ata shkruajnë emrin tënd dhe pastaj e fshin përsëri. Të flasësh tani do të thotë të përballesh me një të vërtetë që ata e kanë injoruar për një kohë të gjatë. Ti ishe reale dhe ata thjesht nuk ishin gati për të. Carl Jung gjithashtu tha se pjesët e fshehura të mendjes tënde do të udhëheqin jetën tënde dhe ti do ta quash fat derisa ti bësh ato të qarta. Mungesa jote e ka detyruar ndjenjat e saj të fshehura të dalin në sipërfaqe. Të gjitha pendimet dhe realizimet që ata i shtyn larg tani po ngrihen sepse ti nuk je më aty për t'i shpërqendruar ata. Por ja pjesa që shumica e njerëzve e kuptojnë gabim. Thjesht sepse dikush është çmendurisht i dashuruar me ty nuk do të thotë se ata papritmas dinë si të duan siç duhet. Dashuria pa pjekuri do të hezitoj ende. Dashuria pa shërim do të ketë frikë të qëndrojë. Dashuria pa arritje personale do të presë shumë gjatë për të vepruar. Ndjenjat vetëm nuk janë të njëjta me ndryshimin e vërtetë. Prandaj, në këtë moment, nuk është çështje të vraposh përsëri tek ata. Është për të kuptuar fuqinë që ke. Ti u ke treguar atyre se si duket dashuria pa e detyruar atë. Ti u ke treguar atyre se si është të jesh e qëndrueshme pa u përpjekur ti kontrollosh ata. Dhe tani, pa bërë asgjë, ata duhet të ndjejnë peshën e plotë të mungesës tënde. Kjo peshë është shumë e rëndë. Është më e vështirë se çdo argument ose lamtumir. Heshtja i bën njerëzit të mendojnë dhe distanca e bën gjithçka të qartë. Ti u theve atyre se çfarë ishte e rëndësishme me praninë tënde dhe tani ata përfundimisht kuptojnë se çfarë kanë humbur sepse ti je larg. Por duhet të dëgjosh këtë paralajmërim sepse është e rëndësishme. Nëse vrapon përsëri tani ose nëse e përfundon heshtjen shumë shpejt për t'i shpëtuar ata nga ndjenjat e tyre të këqija, ata kurrë nuk do të rriten. Ky hapësirë bën punë që ti kurrë nuk mund ta bësh me fjalë. Kjo distancë i mëson atyre mësimet që dashuria jote ka provuar tashmë t'u mësoj. Thellë brenda teje e di se nuk është për t'i ndëshkuar ata. Është për të siguruar që gjërat janë në vendin e duhur. Personi i duhur nuk e vëren thjesht ty pasi ke ikur. Personi i duhur të zgjedh ty ndërsa ti ende qëndron përballë tyre. Ajo nuk ka nevojë të humbas për të ditur se je e çmuar. Ajo të vlerëson sepse të sheh. Pse kjo lajm të gjeti sot, është sepse ke një zemër të butë. Zemrat e buta ndonjëherë mendojnë se dashuria është e njëjtë me të qenit përgjegjës për dikë tjetër. Ti mund të ndjesh energjinë e tyre dhe pendimin e tyre. Ndoshta madje ëndërron për ta. Por kjo nuk do të thotë se duhet të kthehesh në mënyrën si ishin gjërat.
Kjo do të thotë se lidhja që kishe ishte reale. Por jo çdo lidhje reale është e destinuar të zgjasë për gjithmonë. Disa janë të destinuara të përfundojnë. Carl Jung tha se ajo që po lufton do të bëhet vetëm më e madhe. Ata luftuan kundër rritjes ndërsa ti ishe aty. Tani që ti nuk je më aty për t'i bërë ata të ndihen më mirë, ata duhet të rriten. Kur ata të kthehen, le të kthehen si një person tjetër. Jo thjesht sepse janë të vetmuar ose të frikësuar, por sepse janë të gatshëm të zgjedhin ty. Çdo gjë më pak se kaq është thjesht e njëjta cikël e vjetër që ndodh përsëri. Nëse ata nuk kthehen, e di se nuk ke qenë kurrë e vështirë për t'u dashuruar. Ata thjesht nuk ishin gati për dikë si ti. Dikush tjetër që përshtatet me rritjen dhe zemrën tënde do të shohë menjëherë. Nuk do të ketë konfuzion dhe as pritje. Arsyeja pse dikush është çmendurisht i dashuruar me ty nuk është sepse ti vrapove pas tyre. Është sepse ke ndaluar së gjuajturi dhe ke kujtuar se kush je. Kjo është fuqi e heshtur dhe e patundur. Mos e jep atë. Nëse kjo ka folur me zemrën tënde, qëndro me mua. Ka më shumë që duhet të dëgjosh përse kjo shkon edhe më thellë. Kur ti u dorëzove, ajo bëri më shumë se thjesht të nxjerrë nga jeta e saj. E mori pasqyrën që ti mbaje për ta. Vëmendja jote e bënte atë të ndjehej e rëndësishme. Durimi yt e bënte atë të ndjehej e sigurt. Kur ajo ra, ata nuk humbën thjesht ty. Ata humbën ekuilibrin e tyre. Kjo është arsyeja pse ata veprojnë kaq emocionalisht në vend që të jenë logjik. Në fillim, ata i than vetes histori. Ata than se ti ishe thjesht e zënë ose ke nevojë për hapësirë. Ata përpiqeshin të shpërqendroheshin me punë ose miq, por shpërqendrimi funksionon vetëm për një kohë të shkurtër. Ajo që kishit të dy ishte e thellë, dhe rënjët nuk zhduken thjesht sepse ti ndalove së shikuari ato. Pastaj ata filluan të ndihen të ngatëruar. Ata vënë re heshtjen në momente të vogla, si pak para se të shkojnë për të fjetur. Mungesa jote filloi të rezonoj. Ata u pyesnin pse askush tjetër nuk i bënte të ndiheshin ashtu siç ti e bëje. Ata filluan të krahasojnë të gjithë të tjerët me ty pa e provuar as. Ata nuk e humbasin thjesht ty. Ata humbasin se si ti ndihmove të ndihen të qetë. Ti ishe një ankor për ta. Kur ti ike, ata ndiheshin të humbur. Kjo është ajo që ndjehet si një obsesion për të. Ata mendojnë për bisedat tuaja të vjetra sepse po përpiqen të gjejnë rrugën e tyre përsëri. Ata e kuptojnë se nuk u largove sepse ndalove së kujdesuri. U largove sepse fillove të kujdesesh për jetën tënde. Kjo dëmton egon e tyre sepse nuk u largove me një luftë të madhe. U largove me vetë respekt. Kjo do të thotë se nuk kishe nevojë për ta për të mbijetuar. Asgjë nuk e frikson dikë më shumë se sa të kuptoj se personi që nuk e vlerëson është plotësisht mirë pa ta. Tani ata po përpiqen të kuptojnë se si të rikthejnë pa pasur nevojë të ndryshojnë. Mund të dërgojnë një mesazh të vogël vetëm për të testuar ujërat. Këtu duhet të qëndrosh e fortë. Nëse përgjigjesh shumë shpejt, do t'u tregosh se mund të kenë ende pa ndryshuar sjelljen e tyre. Por nëse qëndroni fort, ata duhet të ulen me veten e tyre. Shumica e njerëzve e urrejnë këtë. Ata fillojnë të shohin modelet e tyre të këqija. Këto nuk janë mendime të lumtura. Janë të vërteta të vështira. Kjo është arsyeja pse energjia ndihet kaq e fortë tani. Mund të kesh kujtime të papritura për ta sepse një lidhje e vërtet krijon një reagim kur thyet. Por kujto se përballja me një humbje nuk do të thotë gjithmonë se duhet të ribashkohesh. Kjo do të thotë se bëhesh personi që zgjedh dinjitetin. Mëson se nuk mund të mbash rritjen e dikujt tjetër për ta. Ky hapësirë është e qetë dhe e sinqertë, dhe sinqeriteti është aty ku ndodhin ndryshimet e vërteta. Nuk përdore lojra për t'i bërë ata të obsesionuar. Thjesht ndalove së derdhuri zemrën në diçka që po rrite. Tani ata e ndjejnë këtë rrjedhje. Ata e kuptojnë se dashuria jote nuk është një pus pa fund që ata mund ta përdorin përjetësisht. Do të bëhesh më e fortë dhe më e butë në të njëjtën kohë. Je më e fortë sepse nuk po ndjek askën.
Je më e butë sepse nuk ke nevojë të mbrohesh më nga refuzimi. Edhe nëse ata nuk kthehen kurrë, ky ndryshim në ty është për herë. Kur nuk do të zvogëlohesh përsëri për t'u përshtatur në jetën e dikujt tjetër. Do të tërheqësh njerëz që do të shohin vlerën tënde që nga dita e parë. Pra, qëndro pikërisht aty ku je. Qëndro e pranishme dhe mos u shqetëso për atë që ndodh më pas. Ka shumë gjëra që ndodhin që nuk mund t'i shohësh ende. Kur ndalove së arrituri, krijove hapësirë brenda vetes ku frika dikur jetonte. Kjo dhomë ndihet e çuditshme në fillim sepse je e zakonshme me zhurmën. Por kjo paqe është një gjë e mirë. Kjo do të thotë se je përfundimisht në harmoni me atë që je e destinuar të jesh. Mendja jote mund të mendoj ende për ta nga zakoni, por nuk e tradhton më veten. Për herë të parë, lidhja është e bazuar në të vërtetë në vend të thjesht punës tënde të palodhur. E vërteta është shumë më e fortë se përpjekja. Heshtja nuk është një gjë e dobët, është një zgjedhje e fuqishme. Nuk po bën më punën emocionale për dikë që nuk e vlerëson. Nuk po pret më që ata të thonë se je e mjaftueshme. Ky ndryshim në ty ka një ndjenjë që ata mund ta ndjejnë. Ata e kuptojnë se ishin duke pushuar në dashurinë tënde pa e ditur as vetë. Dhe tani kjo paqe është zhdukur. Ata kanë fantazi për atë që duhej të kishin bërë ndryshe. Këto mendime vijnë sepse ata nuk kanë më akses te ti. Ata e kanë humbur versionin e vetvetes që ishin kur ishin me ty. Ti ishe pjesë e jetës së tyre në një mënyrë natyrale. Dhe tani që je larg, bota e saj ndihet e paqëndrueshme. Koha ndihet e ngadalt për të tani. Ndjehet më e qartë për ty. Mund të dyshosh në veten tënde dhe të mendosh se ke qenë shumë për ta, por pyet veten nëse u largove për t'i lënduar ata apo për të shpëtuar veten. U largove sepse qëndrimi të bënte më të vogël. Dashuria nuk duhet kur të bëjë më të vogël. Ti dole nga një situatë ku dashuria jote po përdorej. Kjo nuk është një dështim. Është e mençur të jesh e mençur. Duke u dorëzuar, u tregove atyre se nëse trajtohesh keq, dera nuk do të mbetet hapur përjetësisht. Nëse ata mund të rriten, do ta bëjnë tani. Nëse nuk mund, je e sigurt nga një marrëdhënie e keqe. Fitoria nuk ndihet gjithmonë si një festë e madhe. Ndonjëherë ndihet e qetë dhe pak e vetmuar. Kjo është thjesht një pikëllim për të ardhmen që mendove se do të kishe. Mos lejo që kjo trishtim të bëjë të harrosh të vërtetën. Ti bëre më të mirën dhe ndalove kur ishte koha. Kufit nuk janë aty për të ndëshkuar. Ata janë aty për të treguar se kush vërtet i intereson. Ti nuk je përgjegjës për mënyrën se si ata përballen me rezultatet e vendimeve të tyre. Kjo është kur trupi dhe mendja jote mësojnë se dashuria nuk ka nevojë të jetë plot me shqetësime. Pasi e mësove këtë, nuk do ta harrosh kurrë. Edhe nëse ata kthehen, nuk do të kthehesh në mënyrën e vjetër të gjërave. Nuk mund të fshihesh nga ajo që ke parë. E gjen veten mes atij që ishe dhe atij që po bëhesh. Kjo hapësirë funksionon për ty. Gjithçka përfundimisht qetësohet. Nuk ndihesh më nevojë të pyesësh se çfarë ndjejnë ata. Nuk po kërkon më shenja. Ke një ndjenjë të thellë njohurie që nuk ka nevojë për provë. E ke pranuar të vërtetën. Lidhja ishte e vërtetë dhe të ndryshoi. Por ajo arriti një kufi sepse të dy nuk ishit të gatshëm në të njëjtën kohë. Kjo pranim të bën të lirë. Ata mund të ndjejnë se nuk po pret më. Nuk je më e pezulluar, po ecën përpara. Ata e kuptojnë se nuk u largove për të mësuar një mësim, por një mësim ndodhi gjithsesi. Tani është detyra e tyre të zbulojnë. Carl Jung tha se ai nuk ishte ajo që i ndodhi, por ajo që zgjodhi të bëhej. Ky është një moment i madh për të dy. Ata mund të mbeten të njëjtë ose mund të rriten, por zgjedhja e tyre nuk e ndryshon më rrugën tënde. Ti nuk je e përcaktuar nga ata. Ti je e përcaktuar nga mënyra se si e sheh veten. Ti dëgjon paqen tënde. Pyet veten nëse një dashuri është e mjaftueshme për ty, në vend që të pyesësh nëse je e mjaftueshme për të. Ke ndaluar së bërë justifikime për njerëzit që nuk kthejnë. Ke ndaluar së menduari se diçka duhet të jetë e vështirë për të qenë e thellë. Tani je përfundimisht në paqe.
Diku është thellësisht i dashuruar me ty, dhe ndodhi për shkak të veprimeve të tua. Kontrollo këtë para se të jetë shumë vonë. Ky mesazh nuk të arriti rastësisht. Kjo nuk është thjesht një frazë e goditur hapse. Ka një arsye të vërtetë pse u tërhoqe nga këto fjalë. Një arsye pse mendja jote ngadalsoi mjaftueshëm për të qëndruar këtu. Një arsye pse diçka brenda teje të tha të lexosh këtë. Është sepse dikush shumë i vërtet, dikush që e njeh ose e ke njohur, është lënduar tani. Ata janë lënduar për shkak të teje. Nuk është sepse po vrapon pas tyre ose po i lut për përgjigje. Nuk është sepse kërkove një angazhim. Është sepse ke ndaluar së bërë diçka që ata mendonin se do ta bëje gjithmonë. Ky ndryshim i vetëm ndryshoi gjithçka. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Cyclelands. Ju lutem, mos harroni të abonoheni dhe aktivizoni zilën në mënyrë që të mos humbisni asnjë video që mund të ndryshojë perspektivën tuaj. Ishte e vërtetë, dhe ata nuk ishin gati për ty. Jung tha se mendimet e tua të fshehura do të sundojnë jetën tënde derisa ti bësh ato të vetëdijshme. Shkëputja jote e ka detyruar të fshehurat e saj të dalin në sipërfaqe. Pendimi dhe realizimet e tyre rriten sepse ti nuk je më aty për t'i shpërqendruar. Shumë njerëz e keq kuptojnë këtë pjesë. Vetëm sepse dikush është çmendur pas teje, nuk do të thotë se ata dinë si të duan siç duhet. Dashuria pa u rritur ende ndjehet e hezituar. Dashuria pa shërim ende ka frikë të jetë e lidhur. Ndjenjat vetëm nuk do të thotë se dikush ka ndryshuar. Prandaj, në këtë moment, nuk është çështje të vraposh përsëri te ata. Është për të parë atë që ke filluar. I ke treguar atyre se si duket dashuria kur nuk është e detyruar. I ke treguar atyre qëndrueshmëri pa kontroll. Tani, pa bërë asgjë, ata duhet të ndjejnë peshën e mungesës tënde. Kjo peshë është e rëndë. Është më e vështirë se çdo debat apo lamtumir. Heshtja i bën njerëzit të mendojnë dhe distanca krijon një pamje të qartë. Fjalët nuk mund të bëjnë punën që bën hapësira. Jung tha se vetmia nuk vjen nga të qenit vetëm, por nga mosmundësia për të ndarë atë që është e rëndësishme. Ke ndarë atë që ishte e rëndësishme kur ishe aty. Tani që je larg, ata më në fund e shohin atë që kanë humbur. Por ja një paralajmërim. Nëse vrapon përsëri tani ose përfundon heshtjen shumë shpejt për t'i shpëtuar ata nga shqetësimi i tyre, ata nuk do të rriten. Kjo hapësirë bën punën që ti kur nuk mund ta bësh për ta. Kjo distancë mëson mësimet që dashuria jote po përpiqej të mësonte. Thellë brenda vetes, e di se nuk është çështje të jesh i keq. Është për të qenë në rrugën e duhur. Njeriu i duhur nuk pret derisa të largohesh për të vlerësuar. Ajo të zgjedh ty ndërsa ti je duke qëndruar përballë saj. Ajo nuk ka nevojë të ketë frikë nga humbja jote për të vlerësuar. Pse e ke marrë këtë mesazh tani? Është sepse ke një zemër të mirë. Njerëzit e mirë ndonjëherë e ngatërrojnë dashurinë me një detyrë që duhet të bëjnë. Mund të ndjesh energjinë e tyre dhe pendimin e tyre. Mund të ëndërrosh për ta. Kjo nuk do të thotë se duhet të kthehesh. Kjo do të thotë se lidhja ishte e sinqertë, por jo çdo lidhje e vërtet është e destinuar të zgjasë për herë. Disa janë të destinuara të përfundojnë sapo të mësohet mësimi. Jung tha se ajo që po lufton do të rritet vetëm. Ata luftuan kundër rritjes ndërsa ti ishe aty. Tani që nuk je më duke i mbrojtur nga dhimbja, ata duhet të rriten. Kur të kthehen, le t'i kthehen si një person i ndryshuar. Ata nuk duhet të jenë thjesht të vetmuar ose të frikësuar nga humbja jote. Ata duhet të jenë gati të zgjedhin dhe të shfaqen plotësisht. Çdo gjë më pak është thjesht e njëjta skemë e vjetër në një formë tjetër. Nëse ata nuk kthehen, dije se ti kur nuk ke qenë e vështirë për t'u dashuruar. Ata thjesht nuk ishin të përgatitur për ty. Disa tjetër që janë gati për thellësinë dhe kohën tënde do të shohin menjëherë. Nuk do të ketë konfuzion apo pritje. Arsyeja pse dikush është kaq i fokusuar te ti tani nuk është sepse ti ke qenë duke vrapuar pas tyre. Është sepse ti ke ndaluar së gjuetari dhe ke kujtuar forcën tënde. Kjo është një forcë e qetë, të fortë. Mos I jep ato.
Nëse kjo të lëviz, qëndro me mua, sepse ka më shumë për të dëgjuar. Kur ti u dorëzove, nuk të largoj vetëm nga ata. E mori pasqyrën që mbaje lart. Ke reflektuar mbi pjesët më të mira të tyre. Vëmendja jote i bëri ata të ndihen të rëndësishëm dhe të sigurt. Kur kjo ndaloi, ata humbën stabilitetin e tyre. Prandaj, reagimi i tyre nuk bazohet në logjik. Në fillim, ata i treguan njëri tjetrit histori. Ata thanë se ti ishe thjesht e zënë ose do të ktheheshe shpejt. Ata përpiqeshin të shpërqendroheshin me punë ose miq, por shpërqendrimet funksionojnë vetëm me gjëra sipërfaqësore. Lidhja juaj ishte e thellë. Shpejt erdhi konfuzioni. Ata vënë re heshtjen kur nuk e prisnin. Gjatë një momenti të qetë ose para se të flinin, mungesa jote filloi të rezononte. Ata u habitën pse askush tjetër nuk ndjeu të njëjtën gjë ose pse bisedat e tjera dukeshin të mërzitshme. Ata filluan të krahasojnë të tjerët me ty pa e kuptuar. U mungoi mënyra se si ndihmove të ndihen të balancuar. Ke qenë një forcë stabilizuese në jetën e tyre. Kur ti ike, bota e saj u ndje e paqëndrueshme. Kjo paqëndrueshmëri është ajo që ndjehet si një obsesion. Ata luajnë bisedat tuaja të vjetra për të zbuluar se ku shkoi gabim. Ata përpiqen të gjejnë momentin kur humbën kontrollin. Ata e kuptojnë se ti nuk ike sepse nuk të interesonte, por sepse fillove të kujdesesh për veten. Kjo i lëndon egon e tyre. Nëse do të kishe ikur duke bërtitur, ata mund të fajsonin emocionet e tua, por ti ike qetësisht dhe me respekt. Kjo provon se ti nuk ke nevojë për ta për të mbijetuar. Asgjë nuk e shqetëson dikë më shumë se sa të shohë se personi që ata kanë injoruar është plotësisht në rregull pa ta. Tani ata mund të përpiqen të lidhen vetëm për të provuar ujërat. Ata duan të shohin nëse ata ende kanë qasjet e tij pa pasur nevojë të jenë përgjegjës. Kjo është arsyeja pse duhet të qëndrosh e fortë. Nëse përgjigjesh shumë shpejt, do t'u tregosh atyre se asgjë nuk ka ndryshuar. Por nëse qëndron e stabilizuar, ata duhet të ulen me mendimet e tyre. Shumica e njerëzve e urrejnë të bëjnë këtë. Ata fillojnë të shohin modelet e tyre të këqija ndërsa shmangin vendimet e mëdha. Këto janë të vërteta të vështira që duhet të përballesh. Mund të ndjesh energjinë e tyre si mendime të papritura ose kujtime. Kjo nuk është një shenjë për të u kthyer. Është thjesht energjia e një lidhjeje të vërtetë që po përpunohesh. Ti bëhesh personi që zgjedh dinjitetin. Ata mësojnë se dashuria nuk mund të pezullohet thjesht. Mos e ngatëro ndjenjat e tua për ta me një detyrë për t'i ndihmuar ata. Ti ke bërë pjesën tënde duke qenë një partner i mirë. Hapi i tyre tjetër në jetë është i tyre, të cilin ata duhet ta marrin vetëm. Ti nuk e krijove këtë situatë duke luajtur lojra. Ti thjesht ndalove së derdhuri ujë në një filxhan të thyrë. Tani ata ndjejnë rrjedhjen. Ti do të bëhesh më e fortë dhe më e butë në të njëjtën kohë. Je e fortë sepse nuk vrapon pas askujt dhe e butë sepse nuk ndërton mure. Thjesht ekziston ashtu si je.